Aksident me vdekje në Durrës, arrestohet shoferi taksis, zbardhe dëshmia e parë e 26 vjeçarit. Një aksident i rënd ka ndodhur paraditën e sotme në qytetin e Durrësit, me pasojë vdekje në një kalimtar i 66 vjeçar, identifikuar si Fezi Dine. Drejtuesi i taksis Aldi Talelli, 26 vjeç, është arrestuar nga policia. Ai rezulton me dokumentacion të rregullt për drejtimin e taksis, dëshmi për taksi. Ka 8 vjet në drejtimin e automjetit. Sipas testit të kryer, nuk ka qenë nën efektin e alkoolit. Aktualisht po merret në pyetje nga oficeri i policisë gjyqësore. Në komunikimet e para, taksisti 26 vjeçar ka deklaruar se i ka ikur mjeti. Shkaku i saktë do të përcaktohet nga hetimet dhe ekspertiza.